Që mos kemi hale. Ola, mund të të bëjtë një pyetje tjetër? Pse zgjodhe si kryefermer Ilirin dhe jo Gresën? Sepse kisha një... Ua, bravo! Bravo! Bravo, Albana, më përqen shumë kjo pyetje. Se konsumove shumë plakat kot. Jo, si ishte kot kjo, ishte shumë plak. Në fakt e pam të gjithë sa A mund të kthej përgjigjen time? Se pa qef mëre. Ola. Po, unë e zgjodha Ilirin sepse kam një keq kuptim me Gresën edhe nuk me rregull për jashtimi, domethënë me gocat e tjera zgjodha Ilirin. Ke fillu me lujt. Në rregull, mirë. Moti është të lujt. Do doja ti merja një koment e Angjelit për situatën e punëve në fermë dhe është protagonizëm, dëshirë protagonizëm apo probleme reale? Mua personalisht më ka pëlqyer shumë se si e ka kryer detyrën Romiri. Më ka pëlqyer që e respekton demokracinë, respekton mundësitë që fermerët kanë. Po thoja, respekton mundësitë që fermerët kanë dhe ka menduar t'i vë aty ku ata mund të japin më të mirën e tyre ose aty ku ata e shohin më së miri veten. Vërtet ferma është një sfidë, por për të arritur një rezultat final sa më të mirë, e mira është që të jenë të kënaqur me atë që janë duke bërë. Pastaj nëse ata nuk e bëjnë, kjo nuk besoj që ngjetet përgjegjësi e kryefermerit, por është një përgjegjësi që gjithsecili e mban mbi supet e veta. Pra në ndërgjegjjen e atij, ai e ka bërë më së miri pjesën e vet, se nuk besoj që kanë shkuar atje. Si mendon që do jetë Iliri si kryefermer? Jam pak skeptike sepse e shoh që e kërkonte me patjetër këtë rol dhe nuk e di, do e shikojmë se si do shkoj. E dija që nuk do rezistonte dot pa e marrë këtë lloj pozicioni. Po ndonjëherë ky është pozicion risku dhe është një thik me dy presa sepse mund të dalësh më së miri, po nga ana tjetër mund të krijosh shumë konflikt me ata që nuk bien dakord ose më saktë zgjedhin të rebelohen ndaj asaj që i cakton. Erman? Unë kam dakord me Angelin kur thotë që Romiri e ka bërë shumë mirë punën e tij. Mendoj që duhet Romiri të kishte marrë një shkop më të madh për ta ushtruar profesionin e tij, sepse nga ajo që unë di në leadership, në udhëheqje, ky pozicion është si një biznes, ti drejton një biznes. Dhe nuk je vetëm përgjegjës për realizimin e punëve, por edhe për marrëdhëniet, për motivimin e njerëzve, që ti bësh ata që të punojnë etj. Dhe çfarë mund të them, pra kjo është ajo që kam për Romirin, kurse çfarë mund të them për gjithë ata të tjerët aty është që unë nuk e di se si doni t'i fitoni ju 200.000 euro duke nejtë si në resort në Turqi dhe duke mos u hedhur për të bërë për të bërë diferencën. Shiko, ajo që vihet re, ajo që vihet re, sa xhelos. Nuk e di kujti dogji miza tash aty, po që po flet tani, po ajo që di unë nëse do t'i njohësh njerëzit. Të pickoj. Po. Moza, kujdes mizën. Po nuk e kam fare me ty, mund t'i them edhe me emra ato, se s'kam tur. Tashi, nëse do t'i njohësh njerëzit, njerëzit njihen në udhtim. Çoj në udhtim njerëzit, edhe shikon kush është ai që ja fut gjumi, kush është ai që e vet mirën e vet ose rahatin e vet përpara të mirës së të tjerëve. Dhe me sa duket, disa nga ju e kanë bërë shumë kollaj këtë rehatin e vetes përpara të mirës së të gjithëve. Gjithë natën s'ka fjetur fare. Unë kam një lokomotiv, edhe një vagon të dhoma ime. Shketi moza. Sa që me emër. Tani Ermal ka një sekond, mund të flasë. Një sekond se gjithë po flisni. Ja, një moment Ermiona, pastaj Armina. Atëherë, unë kam 4 ditë që dëgjoj gërritmet e personit dhe të tjeri të Indrit. Sa të mësoj me emrat. Dhe kam 4 ditë që nuk flej. Kam dhimbje koke, nuk kam fuqi dhe prap i kam bërë ato punë, okej? Pa më thonë njëri, me detyrim, po më dha urdhër e bëra, s'ka asnjë problem. Më tha, bë këtë tjetrën, e bëra dhe atë tjetrën. Dhe dhimbja kokës, akoma e kam tani që po flas me ju.
Okej? Po mi qëfë jemi në dhe Dhe goritmen, E kuptoni diferencën. po ti flen, mund ta kesh muzikë. Njerëzit që lodhen gërhasin. Kuptoni se si... Jo, fare. Po kjo është loja mi... Kush është loja më e madhe? Kjo është loja që Kush do është kesh loja të më e madhe sfida. që mos flej gjumë gjithë natën? Po, duhet ta si gjesh do- ti mundësinë. Si do jem produktive unë në qoftë se nuk kam një qetësi mendore dhe fizike? Ore, Si po- mund t'jesh produktive? Shiko, po kjo është loja mi se ka njerëz që me Po zi si që flenë... në ka loja kjo, mo? Loja është edhe që të kesh Ore, fizik Njona, të shiko, shëndetshëm dhe zemër, mendje të shëndetshme. Ka njerëz që me zi flenë me burin në krevat. Po s'mu duhet fare Jo mua më me ata 30 njerëz. veta aty në makinë. Jo, më Nuk djarë. tim. Jo, më djarë se e këtë komente se e keni këtu për Dhe më burri nuk fitojnë as 200.000 euro. Arbana, mund të them diçka? Po, Arbana. Ilir. Arbana. Po. Është vetëm një frazë. Unë këtë ferm, dhe ja kam thënë dhe banorëve, fermerëve tjerë, do ta doja siç keni bërë spotin, me sjet. Çfarë prodhon han dhe çfarë Ku që ka ky spoti me sjet? Edhe mund të jetë ashtu, se jemi vetëm... Sepse Po jo mos e me Jemi sjet. vetëm në 2 javët e para. Me Kemi sjet kishim. Luksi i tepër, i ka rënë Po kohë. pse, qa? Duhet bëjmë as luksin. Po na censuroni dhe luksin. Do e Po qa doja është me kjo pikë sjet zesani? siç keni bërë spotin. Do qojmë Po kam. qa janë këto mërë? E qa janë këto ide, qa është kjo logjik? E në 2 javë hytë Ku trongu në jemi? prodhim, aty Qa do e dalim. bëjmë? Moza. Ne punë kryesore, ndër të tjera kemi dhe ndërtimin e shpirtit. Ne performojmë Po, gjithë si? ditën. Ne ndërtojmë. Shumë e vërtetë Ndërtojmë është. shpirt dhe Po se ndërtojmë. Vici ka nevojë për poezi në fakt. Më fal. E po shikoni vetëm Vicin televizor, mos i ktheni kamerat nga ne. Gjithë ditën Vic e lop shikoni. Por ne po ndërtojmë shpirt këtu njerëzor. Kjo fermë është një metaforë e shpirtit që ne po ndërtojmë. Po japim edhe shembull dot personal. Gjithashtu, merrni burra nga 200 kg, jepi një kazma lopada që kishë buk. Hajde, se ja u tregoni liri juve, ja u tregoni liri këtë javë juve. Shko mër, ta tregoj liri ty. Ta tregoni liri ty. Ai gërret me zë. Kam punu një Gjithë jetë. rasin pa zë. Si dikur në Ta taratën e dëgjojmë Samini do Arminën, përfundoni, jeni me pa. Arminën, se Armina është shumë edukuar dhe nuk i merr fjalën sa ja dhënë. Ju lutem. përfundoni. Armina. Nuk jam dakord fare. Doja vetëm kemi të bëjmë, nuk kemi të bëjmë me nxënës shkolle, sepse Bravo. kemi të bëjmë me adult, ku se cili si pas asaj që shikon të arsyshme, mundohet mendoj të bëj maksimumin, si që tha dhe Moza, është shumë e vështirë t'jesh 24 orë në 24 i vëzhguar dhe të krijosh show, pa tjetër që punët duen bërë, por ka një limit mbi gjithë shka. Unë mendoj që Romiri e ka kryer mirë punën e vetë, sepse nuk jemi në shkollë dhe nuk mendoj që dënimet duhet të jenë në një stadi që të përplasin me njëri tjetrin në këtë mënyrë, sepse ka shumë gjëra për dhënë aty. Sigurisht që punët janë të rëndësishme, por ka shumë gjëra të tjera që janë për të dhënë në një show. Atëherë, në këto qaste deklaroj zyrtarisht të mbyllur televotimin.